Përshëndetje miqtë e mi, sot në këtë podcast ne do të flasim për diçka që rrallë diskutohet në televizione apo në rrjetet sociale. Do të flasim për bullizmin kibernetik. Çfarë ndodh dhe si paraqitemi ne online? Si krijojmë ne identitetin ton në TikTok apo në Instagram apo në rrjete të tjera? Por unë kam nderin sot të kem një student të Universitetit Epoka, në rregull thash? Epoka. Të cilin e kam patur edhe herë tjetër, Genti Bekaj. Po. Genti, të falenderoj që erdhe. Faleminderit ju. Tema është e bukur për ty. Jam brenda fushës, kështu që është interesante. Genti, pyetja e parë që kam për ty është si ka ndikuar interneti, se si e sheh ti veten edhe të tjerët? Si e shikojmë veten, nuk është se ka ndikuar e shumë, sa që ka ndikuar jeta sociale që kam pasur me shokët në përditshmëri. Por tek të tjerët ka ndikuar goxha, pasi pjesën të madhe të kohës që e kemi paskaluar ka qenë nëpërmjet mesazheve në chat, në Instagram, në këto të tilla, e kupton, dhe në midis postimeve që dërgonim njëri tjetrin, aty mund të kuptoj edhe. Okej. Unë kuptoj që je njëri që e përdor internetin, ke rrjete sociale. Sa interesant e shesim veten ne në këto rrjetet sociale, sa cool, ose cute që thonë juve nga njëherë për njerëzit e veçantë. Atëherë ka persona që e shesin veten sepse gjejnë sigurinë tek interneti. Gjejnë sigurinë që mund të përcjellin mesazhin që duan nëpërmjet postimeve, storyve e gjërave ndryshme. Por vetë unë nuk është se jam munduar që si ta nxjerr veten atje dhe të mundohem të dukem cool në një farë pike, sepse kush më njeh, më njeh për atë çka jam dhe jo. Nuk e kam fjalën të ty konkretisht, po flas që a shesim ne një vete që si jemi vetja jon, ose vëm një mask aty, edhe në fotografi të gëzueshme, na pëlqen, sigurisht sepse gjejnë zonën e komfortit që pas asaj fotoje ata mund të përcjellin një mesazh tjetër, por në veten e vet ata mund të kenë edhe 1000 probleme pas atyre, ose mund të jenë 100 herë më të lumtur edhe hedhin diçka që nuk korrelon fare midis postit dhe. Ti ke arritur në këtë konkluzion apo e mendon kështu se ke lexuar për këtë që thua? Pak nga të dyja. Pak nga të dyja. Ka influencuar dhe ajo dhe kjo. Po. Dhe brenda kësaj, ti sa e ke përdorur këtë që je shtirur si dikush tjetër, si dikush që nuk je ti, e ke përdorur, mos më thuaj jo se tani sigurisht që e kam përdorur, por siç tha, kush më njeh për atë çka jam, edhe sado të shtirem në internet, në jetë reale tjetër thotë, çfarë ishte ajo që ishte hedhur? Po, nuk je ti ai. Po, sipas teje platformat më të përdorshme që përdorin të rinj sot, cilat janë? Si bashkëmoshatarët e tu flas. Duke qenë se TikToku është eliminuar, jo më kanë gjetur të çara plot, po ha. Tani të çara nuk flasim, por ti je në rregull me VKM-t. S'po e fuzëm atyre punëve. Po. Stafetën e kam marrë Instagrami për mendimin tim. Edhe Instagrami gjithmonë ka qenë ato nivele të larta, por Instagrami shikoj që ka marrë një përdorim akoma edhe më të zgjerë se ç'ka pasur. Pastaj vjen rrjetet sociale tjera siç është Discordi ose Redditi, Twitteri që tani po përdoret shumë. Por të gjitha këto kanë qenë edhe më përpara, nuk është se ka pas një ndryshim të madh. Në ato që ti njeh, nga ato që ti shikon, a mendon që njerëzit e kanë ndërtuar një tjetër vete atje? Kemi përsëri te pyetja e parë. Ke njohur ndonjë që është ndryshe atje dhe ndryshe kur e ke takuar? Nuk kam njohur. Nuk e njohur njerëz të tillë? Nuk kam njohur njerëz të tillë, pasi çdo shoqërinë që kam në jetë reale, atë kam edhe në rrjetet sociale. Nuk ka ndodhur e kundërta që të njoh dikën në rrjet social dhe më pas të njihemi në jetë reale. Tani ti je djalë i ri. Po. Na shikojnë dhe bashkëmoshatarët e tu, na shikojnë dhe mosha më të mëdha dhe më të mëdha. Nuk ke juajtur ndonjëherë? Nëpërmjet rrjeteve sociale? Mund mos ta besojnë, por nuk. Se ke bërë? Nuk e kam bërë. Nga perspektiva jote si student, a mendon se platformat online prapin dhe bullizm? Janë faktor sigurisht, por nuk janë faktor kryesor mendoj. Faktori kryesor
do thojë që janë marrëdhënie që kanë me njëri tjetrin në jetë reale. Por jo rrjetet sociale. Fakte kemi. Ka ndodhur edhe Sigurisht. gjëra të këqija. Edhe janë vrarë njerëz sepse zihen në rrjetet sociale, në TikTok apo në vende të tjera dhe kanë vajtë dhe janë qelluar. Rastin në Shqipëri po flas, nuk po flas për botën. Po. Pra, ndihet ai bullizmi, mendoj unë. Sigurisht, bullizmi ndihet gjithkund, si në rrjetet sociale, në punë, në shkollë, kudo ndihet. Në shtëpi, Në shtëpi. pra, Jo bullizëm, si, jo bullizëm që të çon në atë pikë. bullizëm. Shiko videot e mia në kanalin tim se kam sqaruar se ç'është bullizmi familjar. Pse ndodh? Ndodh. Krahasimet që bëjnë prindrit krijojnë bullizëm. Sipas teje, zhvillimi i inteligjencës artificiale do ta mbyll këtë bullizmin kibernetik? Si mendon? Unë mendoj se nëse përdoret siç duhet, mund ta ndaloj. Por nëse del nga dora, edhe mund ta përkeqësoj gjithë situatën. Mund ta përmirësoj në momentin që ai implementim i inteligjencës artificiale bëhet në mesazhet që dërgojmë me njëri tjetrin. Përzjedh fjalë sigurisht. Përzjedh fjalë sigurisht. Dhe disa fjalë kyçe, le të themi, ose mënyra toni që ke shkruar një mesazh të ndalon se ja quari një personi tjetër. Vetë duke reaguar drejt atij mesazhi që e ke quar. E them këtë sepse brenda këtyre rrjeteve sociale mund të ketë dhe adoleshentë të ndjeshëm. Po. Këtu është një gjë shumë e ndërlikuar. A do të mundemi dot ne, të gjithë ne, me inteligjencë artificiale që na është futur, na është bërë si njeriu shtëpis tani, që ta ndalojmë këtë. Për sa i përket personave të ndjeshëm, mendoj se nuk do gjenë Nuk do gjenë qetësi nëse vjen puna tek bullizimi i rrjeteve sociale. Mjafton vetëm të marrin vetë situatën në dorë kur i thonë dhe t'i ndalojnë ato persona duke futur blok ose duke i bërë report. Pra jo të bien prej që të vazhdojnë të dëgjojnë ato llafe. Puna është kur është në grup flas, sepse nganjëherë futen në rrjet ose futen disa shok, ose mund të futet shoqëria e klasës. Se mos themi njerëz të huaj, të cilët të bullizojnë atje brenda në ato rrjete. Edhe në WhatsApp, po themi, në grupe WhatsApp, nuk po flasim vetëm në Zoom, në këto TikTok. Nëse janë persona të klasës, sado që ta ndalosh bullizmin nëpërmjet telefonit, tek e fundit i ke në klasë. Nuk del dot, nuk del nga grupi. Nuk del dot. Është problem. Unë e kuptoj që është problem. Kam patur raste që më kanë ardhur dhe kanë qarë, nuk mundem dot si të vazhdojmë me ata. Dhe nëse gjejnë zgjidhje të dalin nga grupi, përsëri ata do të kenë në klasë ata persona. Po, se kanë fizik. Kështu që kësaj pike nuk i shmangesh dot. Ama nëse janë persona që nuk i njeh në internet, krejtë rastësishëm, një blok mund të mjaftoj mendoj. Një blok mund të mjaftoj. Nëse do të kishe mundësi. Po. Të krijoj një aplikacion kundër bullizmit. Çfarë do të eliminoje? Çfarë do të kishe si synim të iqje, të largoje, të fshije? Tani besoj se vetë dihet që vetë bullizuesit, por ngacmuesit. Por asnjëherë nuk do të dish se kush është ngacmues, se kush jo në momentet e para, sigurisht. Por e para punës do ishte mosha. Sepse edhe mosha ka vërtet të bëj. Për shembull, Instagrami ka një rregull që nuk lejohet të futen persona në një moshë të caktuar. Nuk e di sa është. Por përsëri futen. Një metodë mund të jetë me skanimin e kartës identitetit. Përpara se të krijosh një profil tëndin. Ose një metodë tjetër është ajo që thash pak më parë në lidhje me implementimin e inteligjencës artificiale tek mesazhet. Kjo më duket më afër se sa dhënia e kartës identitetit, sepse por edhe karta e identitetit ka të bëjë me rolin e vet, sepse fëmijët gjithmonë kanë këtë tendencë të bullizojnë edhe për gjëra të vogla. Unë shikoj se kam makinë më të mirë se sa ajo, babi im ka këtë, babi im ka këtë, babi im ka atë. Kurse tek të rriturit nuk duket aq shumë sepse të gjithë me kalimin e kohës maturohen. Edhe nuk besoj se do kenë të gjithë kohën që të merren me persona të tjerë. Ndoshta, them unë, ndoshta të ka ndodhur të kesh qenë pjesë e bullizmit
ndoshta jo tënd personal, po të shokëve, të shoqeve tua në internet të ka ndodhur ke folur? Ja. Nuk ka ndodhur asnjëherë. As për mua, as për shokët e mi, në dijenin time, në lidhje me shokët e mi. Por për mua nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur se kam qenë mjaft të shmangja pa dijeni, por në dijenin time as shokët e mi nuk kanë rënë prej bullizmit ose ngacmimeve online. Kështu dëgohet sikur tek ajo shoqëria që je ti, jeni të gjithë steril, jeni të gjithë të mirë, ndoshta dhe jeni, që s'mund të bëj në mënyrë hipotetike. Por unë ndjej që ka. Apo është ndjesja ime e gabuar? Dhe mund të jetë. Tani me aq sa mund të më dallosh prej meje, unë nuk kam rënë prej tyre. Por për shokët e mi nuk më takon të flas, sado që unë flas për aq sa di. Ti më vën gjithmonë mua në pozitë të vështirë, sepse je shumë i kujdesshëm, nuk flet më shumë se ç'duhet, je me frenadore gjatë gjithë kohës, sepse e kemi thënë herën tjetër që është ai personaliteti yt që je introvert dhe i mban gjërat akoma nuk je çliruar dhe s'ke vajtur te ekstrovert. Gaboj këtu? Tani drejta sa rrugë jam, por Drejta sa rrugë, po por ti nuk gabon. do me thënë, kjo të mban dhe nuk të lë që ti të shpresh më shumë se ç'duhet. Pra fjalit e tua janë, herës tjetër do ta bëj unë këtë bisedë, nuk do të ftoj më, do them është Gendi Beku, po do ulem unë ande në krahun tjetër, edhe do bëj unë dialog, do vete unë ande, do vi njëherë këtij, njëherë ande, sepse dyshet. Me ty nuk bëhet muhabet. Çfarë të them? Gendi, jo, dua që të çlirohesh nga kjo, domethënë, jo të mbash tabu që çfarë po bëhet, çfarë ato që kemi ti themi. Prandaj edhe unë prandaj shiko, me të vërtet, për mua asnjëherë nuk ka ndodhur që të bie prej bullizmit, por edhe shokët e mi, sepse si thua, kemi qenë gjithmonë në grup me njëri tjetrin dhe nuk kemi pasur raste të bullizimit, me sa di. Asnjëherë. Po, humor të zi keni patur me këto memet e këto ironirat. Humor të zi po, por jo me persona të tjerë, por me njëri tjetrin sigurisht. Ironia, humor të zi çdo ditë ka pasur. Kështu që nuk e mojmë. Nuk e mojmë. Je kështu me këta. Edhe çfarë ndodh? Me njëri tjetrin Le të kaloj. Jo, me njëri tjetrin qeshim, e kuptojmë njëri tjetrin. Që ku qëllon tjetri. Po. Kam bërë një video që do ta hedh pas pak ditësh në YouTube, ku shpesh ndodh që meshkujt bën objekt grindjeje mes tyre kur kanë pranë një femër ose disa femra. Fillojnë edhin kunja, ironi, për të ulur personin tjetër për të ngritur vetë lart. Ndodh te brezi juaj kjo? Unë kam sqaruar, po. Në brezin ton. Nëse flasim për brezin në klasën ton. Ja, në brezin ton po, me kam vënë edhe vetë, por jo me persona që i njoh. Por me, siç tham, në online dallohet goxha. Ulja e njëri tjetrit për të dalë, domethënë, më para. Tek ajo video sqaroj, dhe është biologjike. Është biologjike, nuk ka dhe elemente të tjera që unë i kam sqaruar, por fillon nga biologjia jonë. Pse e bëjmë atë? Prandaj brenda së tërës duhet të them që ne kemi shumë elemente të cilat na dalin natyrshëm nga natyra jonë, pavarësisht se ne nuk i duam që ti kemi, por na dalin ato. Dhe do të thosha, është më lehtë që të ofendosh dikë pas ekranit se sa kur e ke përballë. Është më lehtë. Është shumë herë më lehtë për të ofenduar dikë pas ekranit. Për shkak se personi tjetër që ofendon mund të mos njohë, po edhe mund të njohë. Ama ti në djenin tante mund të hapësh dhe një profil tjetër false, që nuk dihesh se kush je, përcjell mesazhin që do të përcjellësh, dhe ai tjetri si thua e ke dërmuar. Kështu që është shumë herë më lehtë, sepse detyrimisht nëse je ballë për ballë me tjetrin, o do ja thuash në sy, se nuk do të çosh tjetrin tani të përcjellë mesazhin tënd që pra do guxim ti ja thuash në sy tjetrit. Sigurisht do guxim. Sigurisht. Kurse i fshehur aty me një fotografi të dikujt, me një emër të dikujt, ose me iniciale. E bukur s'është, po ja që ndodh. Ndodh. Çfarë do t'i këshilloj një adoleshenti që
e bën këtë në internet? Adoleshenti. E bëjnë dhe të rritur, po. Hajde mo. Tani, sa kuptim kanë fjalët, nuk e di për atë person. Por nëse them vetëm do përsëris një gjëra që nuk është gjë e dur, sigurisht. Por tek e fundit ata janë ashtu siç janë. Nëse duan ndryshojnë në veten, mund të ndryshojnë, por nuk është në dorë të tyre, është në dorë të viktimave. Do thosha që të bëjnë një hap mbrapa në momentin që këta e shikojnë një sulm ndaj tyre. Po kur kërkon aftësi që dikush të dallojë një koment të dëmshëm nga një koment humoristik, sepse nga njëherë ka njerëz të cilët edhe një koment humoristik e lexojnë si bullizëm, e lexojnë si ngacmim të madh. Ka të bëjë nga karakteri, si mendon ti, karakteri personal? Këtu do doli te karakteri personal, sepse disa persona mund të kenë kaluar situata të ndryshme në jetë që mund të korrelojnë me atë koment që është bërë, dhe nga pikpamja e tyre mund ta marrin komentin për zemër dhe mund të mos shikojnë mesazhin që donte të përcillte autori. Ka të bëjnë edhe fjalët të kyçe që ka komentin e të, ose sa indirekt mund të tregohet në mënyrë ironie ose në mënyrë humori të zi, sepse meshkujt kanë tendencë që humorin e zi ta përqafojnë, e kupton, të e tolerojnë me njëri tjetrin. E shikon te meshkujt apo jo te femrat? Te meshkujt. Ndërsa te femrat e shikoj domethënë një pjesë e madhe e tyre humorin e zi nuk është se e kanë qef. A dhe se kuptojnë? Mund ta kuptojnë, mund mos ta kuptojnë, por një pjesë e madhe nuk e duan humorin e zi. A duhet të kemi kështu edukim në shkolla për këtë? Lënd jo, po të ketë të flitet? Është folur e stër folur. Flitet. Flitet, por sa vlerë kanë fjalët para veprave. Sepse ka pasur goxha projekte që janë bërë, organizime në shkollë, aktivitete ndryshme për bullizmin, por në fund ditës me sa kanë parë ato ngelen vetëm fjalë. Vetëm fjalë. Por si mund të ishte idealja një rrjeti social? Sipas teje? Një rrjet social ideal, zor se do ketë. Nëse do kishte, do ishte bërë. Se me teknologjinë që kemi, mendoj se nuk bëhet, nuk realizohet dot. Tani nuk realizohet. Në vetvete, rrjeti social mund të jetë në perfeksion, por personat që e përdorin atë do kenë një problem që ja nxi faqen edhe faqes, edhe rrjetit social. Nxjerrim karakterin tonë në këto, atë të fshehtën tonë, kur i shkruajmë ose bullizojmë dikë tjetër, është se ne na hapër brenda diçka dhe përdorim bypassi për t'i vajtur atij ashtu siç duam ne, se nuk e ham dot drejt për drejt. Është një për ta thyer kalan. Mendoj se po, sepse nuk shikoj arsye që ta bësh atë gjë nga qefi, të bullizosh dikë vetëm se ke dëshirë. Por mendoj se ke diçka vetë që nuk e ke sqaruar me veten tënde, dhe mënyra vetme se si mund gjesh qetësinë është nëse ja bën të njëjtën gjë dikujt tjetër. Duke në një formë mënyrë sigur do t'i tregosh, shiko, kjo është ajo që ndjej unë. Okej. Këtë mendoj. Kur Messenger, WhatsApp, këto i përdor, që dërgon mesazhe shok për shok. WhatsApp. I përdor. Unë kam bërë një video, nuk ketë një 2-3 vjet, po, dhe them, kur njerëzit janë në fazë njohje, ose të dashuruar njëri me tjetrin, i them, mos dërgoni mesazhe. Je dakord me mua? Mendoj se po, sepse mesazhet nuk përcjellin emocion. Mesazhet nuk përcjellin emocion. Dhe atë që u them unë, dërgoni mesazh zanor më mirë dhe jo me të shkruar. Të paktën do dëgjosh edhe timbrin e zërit, edhe nga zëri mund të dallosh edhe në mënyrë gjendjen momentale që mund të jetë personi, por me mesazhe nuk mendoj se do ishte idealja për të komunikuar me dikë. Ne duam jetojmë në një botë tani digjitale. Duam ne çdo informacion e marrim aty, marrim lajme të gënjeshtra, marrim të vërteta, dhe kur asnjëherë nuk arrim që të bëjmë një diferencim të tyre. Dhe nganjëherë marrim një goditje të kamufluar, të fshehtë, dhe pastaj e vuajmë atë që marrim, pa e ditur.
Ke hasur në ndonjë të tillë, një mesazh të kamufluar? Me thënë, vjen një mesazh mediatik po flas. Po. Dhe pavarësisht se ti nuk je i sigurt është Është i saktë apo jo, të ngelet mendja aty tek ajo gjë derisa ta vërtetosh. Por dëmin ta ka bërë, të ka lënë pa gjumë. Sipas teje, si mund të dallojmë që dikush dërgon një mesazh dhe e ka me humor atë mesazh dhe nuk e ka për të tallur. Por ne e lexojmë sikur e ka kujnë me ne, e ka për të tallur. Kjo ka të bëjë me karakterin e personit se si i lexon dhe nuk ka të bëjë me diçka tjetër? Ka të bëjë me karakterin e personit që e lexon e para dhe e dyta mendoj nga fjalët kyçe që janë shkruar në atë mesazh. Si e shkodon ai? Si e shkodon ai tjetri. Por nga karakteri personal mendoj se është arsye kryesore, sepse dikush mund të ketë pësuar diçka të tillë, në mesazhin mund të korrelojë me një situatë në jetën e tij dhe e vjen nga gjë që personi që e lexon mendon në lidhje me Veten e vet. Me veten e vet atë që ka pas ndodhur. Kjo mund të jetë një ndër faktorët. E di pse ta them, se unë zakonisht eth nga këto thënjet psikologjike dhe humoristike në faqen time për ta mbajtur pak të këndshme atë. Dhe më shkruaj njerëz, për mua e kishe këtë, njerëz që i njoh, për mua e kishe këtë thënie, as më shkon ndërmend fare. Është pjesë e personalitetit të tyre. Dhe e vuajnë aq shumë se thotë, pse ma bëre ti mua këtë? Kush e njeh atë? Si një njeri. Por i djeg kaq shumë ose atë që thatë ju pak më parë që është shkodimi sipas interesave të mia personale. Korrespondon me një situatë të tyre dhe në momentin që e shikojnë kaq konkrete një gjë, mendon se ti e ke pasur për atë specifikisht. Pra ka të bëj situatat në jetën e tyre, në ndodhi. Është shumë e vështirë kjo, që të gjesh balancet e raportet të tyre. Okej. Në shkolla flitet për edukimin digital, të themi, që mos ketë kështu, mos ketë kështu. Besoj se bëhet. Është bërë, bëhet edhe ka për të bërë. Do vazhdoj të bëhet. Por sa funksionale është, të them të drejtën, unë vetë nuk kam parë një rezultat prej tyre. Ka pasur aktivitete, organizime, mbledhje që flisnin lidhje me bullizmin, ndalon bullizimin, ka iniciativa të tilla. Ka iniciativa, por nëse kam parë, kam mbetur vetëm fjalë. Pasi atë numër bullizuesish që ka pasur, i njëjti ka mbetur. I njëjti numër viktimash, në thonjza, i njëjti ka mbetur. Mund të jenë paksuar, mund të jenë shtuar, varet nga puna që kanë bërë me veten, por vazhdon të ketë. Vazhdon të ketë goxha. E di ti pse bullizojmë ne? Mendoj se për shkak të problemeve që kemi me veten. Për shkak të problemeve që kemi me veten dhe mënyra vetme që mund të gjejmë qetësi është nëse ja bëjmë të dikujt tjetër atë çfarë ne posojmë, në mënyrë që ai të kuptojë. Psikologjia këtë shpjegon. Në kanalin tim kam plotë, edhe në Facebook kam shumë artikuj për këto, por është e vërtet. Kjo ndodh për këtë arsye që sapo the. Ne mbulojmë të gjitha defektet tona duke bullizuar të tjerët. Kjo na jep kënaqësi. Edhe të egër që bëhemi dhe nuk flasim vetëm bullizim me fjalë, bëhem bullizim fizik. Kur është fizik është akoma dhe më keq. Te fjalët është ashtu. Tani që je në universitet, ulet kjo mas e bullizimit apo aty është prapë? Ulet goxha. Ulet goxha. Ulet nga shkolla e mesme dhe nga 9-vjeçarja. Ulet goxha, unë e kam parë vetë që kushdo të jesh, çdo statusi të kesh në universitet ose s'ka rëndësi, secili shikon punën e tij. Ka problemet e veta, ka mendimet për shkollën e vet, secili shikon punën e vet dhe madje ku të ndihmojë njëri tjetrin. Por bullizim nuk kam vëre. Nuk ka. Nuk ka. Meqenëse po ndeshën për ndonjë çupkë. Ose për ndeshje futbolli. Për ndeshje futbolli. Edhe për këto ekipet e mëdha të zemrës. Për partisë bëhet fjalë një të ndeshën, çon aty. Nuk ndeshën. Po ku janë të ekziston ato?
punjat janë të bukura kur janë të bukura me humor, që nuk kanë bullizim, po janë të bukura kur metaforat që përdorin. Lere vetë atë që thuash sarkazmën t'ja bën vetes. Thuat që unë jam kështu, ajo krijon humor më shumë dhe ndjen. Por një gjë është e saktë. Do të thosha unë që bullizimi nuk ka ikur ndonjëherë dhe nuk mendoj se do të iki. Ja, unë të mendoj, nuk ka për t'ikur. S'ka për Nuk ka t'ikur. për t'ikur. Madje në një farë pike nëse se di këtë ata them ajo, por Do ta thuash. në një farë pike mendoj se duhet një farë bullizmi. Në ç'ku kuptim? Mendoj se duhet një farë bullizmi, për shembull, po Mos- në mënyrë konstruktive. Domethënë, bullizmi e ke fjalën që duhet pak rreptësi, do pak rregull, në këtë kuptim e kishe këtë? Bullizmi se konsidera si rreptësi ose rregull, po Jo, ngacmim. Bullizmi është ngacmim. po ndoshta nëse marr një shembull konkret që Për shumë. dikush të thotë ndro modelin e flokëve se nuk shkon i bërë si gomar. Po. Ti vetë tani e merr për zemër atë gjë, shkon e ndron dhe të rezulton që ai model flokësh nuk të shkonte, shkon ky i ri. Ose të thotë ndro modelin e syzeve se ngjan si 4 fenerësh. Po. Shkon i ndron me një skelet më elegant. Janë disa detaje të vogla, po jo në shkallën që jo bullizim në shkallën që të bën tjetrin të ketë mendime Kjo është- negative për veten. Kjo është kritik konstruktive që Kritik themi ne. konstruktive, po. Dhe jo bullizëm konstruktiv. Bullizmi është që të vënë në Prandaj, pozicion të si vështirë. duhet, Në pozicion të vështirë që ti nga njerë do dhe të akmerresh, do dhe të t'i kundërvihesh. Sepse ne këtë kemi dhe t'i kundërvihemi. Dhe harrojmë atë që gjëja më e mirë është ta injorosh. Po. Kush është i zgjuar injoron. Kush është i zgjuar e Jo shtyr më vetëm për keq. bullizimin, po në lidhje me çdo situatë që të vjen si sulm, fakti bullizim është edhe ai kot e thash. E çdo situatë që vjen si sulm bullizim është kot e thash. Pse? Po çdo sulm që mund të të vi, një formë bullizmi është, edhe nëse nuk është e bërë. E pse thua këtë është një formë bullizmi? Çdo situatë. se Nëse unë të tani kritikoj, bullizmi- nëse unë të kritikoj, ose ti më kritikon, s'është bullizëm. Sulm, jo kritik. Varet se të mpreta ishin shigjetat brenda asaj. Se mendoj se sulm në atë pikë që të bën të ndihesh keq është bullizim. Por kritika është diçka që nëse je aq i aftë ta marrësh. Apo janë fjalë aty që lozi njëra me tjetrën. janë fjalë, janë thjesht fjalë. Edhe mënyra se Kritik, mënyra bullizim, se si ngacmim. percepton Mhm. ka thot më shumë për vetë personin se sa për vetë atë që e thot. Mhm. Më shumë për marrësin se sa për dhënësin. Mhm. Pra duhet të çik bullizim, dojnë çik. Shi. Pak në mënyrë Po vras konstruktive. punë si të bullizojnë çik, po s'po gjej dot një fjalë. bullizon do të njëroj. Gjeti shumë i këndshëm. Unë të falenderoj që të kisha këtu në këtë Faleminderit ju. podcast. Ishte kënaqësi që folëm. Edhe kanë si për mua. Besoj që atë kënaqësi do të kenë marrë dhe ata që na kanë ndjekur. Unë të uroj suksese në shkollë dhe të presim në podcastet e tjera. Një gjithë. Miq, miru takofshin në podcastet e tjera.